Një 22 vjeçar është vënë në pranga nga policia e Tiranës si pjesë e operacionit antidrog të goduar Bulevardi, që kishte si objektiv goditjen e veprimtarive të palishme që lidhen me shpërndarjen e lëndëve narkotike në zonën e Kamzës. I arrestuari është identifikuar si shtetasi Endri Popa, banues në zonën e Valiasit, vetëm 22 vjeç, sipas të dhënave zyrtare të policisë së Tiranës. Pas një hetimi të mirëfillt dhe të vazhdueshëm nga specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, u organizua një aksioni befasishëm që çoi në ndalimin e automjetit të dyshuarit. Gjatë kontrollit fizik të kryer ndaj tij, si dhe në vijim të kontrolleve në banesën e tij, forcat e rendit gjetën dhe sekuestruan disa doza me lëndë të dyshuara narkotike të llojit kokain. Krahas drogës u sekuestrua edhe një peshore elektronike, e cila dyshohet se shërbente për ndarjen e dozave për shitje, një aparat celular që mund të përmbajë komunikime të rëndësishme për hetimin, si dhe automjeti me të cilin ai lëvizte. Policia bëri të ditur se të gjithë materialet e sekuestruara janë marrë në cilësinë e provës materiale dhe janë dërguar pranë prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale. Dyshohet se 22 vjeçari ishte pjesë e një rrjeti më të gjerë të shpërndarjes së narkotikëve në zonën periferike të Tiranës, konkretisht në Kamës dhe në Valias.